Policia ka arrestuar një tjetër person të dyshuar për përfshirje në atentatin ndaj biznesmenit Edmond Hyka, i njohur si Mondi Mahalla, ngjarje që tronditi Elbasanin disa ditë më parë. Operacioni u zhvillua në Prenjas, ku ndalua 29 vjeçari Nevzat Spaho, një emër i njohur për drejtësinë dhe identifikuar nga hetimet paraprake si ekzekutori i dyshuar i krimit. Kush është Nevzat Spaho? Spaho ka precedent penal dhe rezultoni dënuar më parë nga gjykata e Elbasanit për shtrëngim me anë të kanosjes për marrje pasurie dhe mbajtje pa leje të armëve. Në vitin 2022, ai u hetua për dhunimin dhe kërcënimin me armë të një shtetasi, me qëllim përfitimin e 3.000 eurove. Sipas dosjes, viktima ishte detyruar nën presion fizik dhe psikologjik të paguante shumën e kërkuar. Si ndodhi atentati? Më 30 nëntor, rreth orës 20:35, Hyka u gjeti vrarë brenda automjetit të tij, Range Rover, në lagjen Emin Matragjiu. Biznesmeni sapo kishte dalë nga zyra dhe ishte ulur në makinë kur u qellua me armë zjarri. Ai mori 3 plumba, 2 prej të cileve në kokë, duke humbur jetën në vend. Zona ku ndodhi vrasja ndodhet pranë bizneseve të tij dhe shtëpisë së nënës. Pas njoftimit për krimin, policia ngriti pika kontrolli në daljet e Elbasanit dhe ushtroi kontrolle të shumta për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Sipas të dhënave të para, atentatorët janë larguar me një automjet tip Audi ngjyrë zezë në drejtim të aksit Elbasan-Librazhd. Një grup i posaçëm hetimor, në drejtimin e prokurorisë, vijon punën për zbardhjen e plotë të motivit dhe dinamikës së ngjarjes, ndërsa policia publikoi edhe momentin e arrestimit të dyshuarit Nevzat Spaho.